Kadermerxha Elbasani vjen pas 3 rezultatesh negative, çfarë nuk shkoi si duhet në këtë fund? Mbase është një gjendje ajona momentale, siç e kanë kaluar ekipet e tjera, mbase ndikohet edhe ne kjo pjesë, po që shpresoj që të ketë qëndesha fundit e mirë që kemi bërë. Sa mund ndikojë në fazën final fort pjesërinë? Ta marrim me radhë. Ne objektivi kryesor i këtij sezoni ishte arritja në final fort, që ne besoj që arritëm, dhe kjo ishte merita më e madhe e drejtuesve të klubit që arritën të bëjnë këtë gjë kaq madhështore në një kohë kaq të shkurtër për ekipin e Elbasanit. Mendoj që shpresoj që nuk do na ndikoj për keq, mbasi edhe lojtarët tani kanë filluar të ndjejnë peshën e fanellës dhe fuqinë e tifozëve tonë që na mbështesin pafund në çdo ndeshje. Ndërkohë 4 skuadra në garë, Vllaznia me Elbasanin këtu barabartë, diçka më pak e Ignati dhe pas Dinamo. Si e sheh garën për tillë dhe kush mund ta fitojë në fund? Është shumë e fortë, unë shpresoj që pa diskutim fitoj Elbasani im, por duhem vlerësuar të gjitha, duke filluar nga ndeshja parë me Ignatin, mbasi ka një ekip të mirë, edhe me Dinamo, sepse edhe Dinamo është një ekip shumë i fortë, luan shumë mirë futboll, dhe shpresojmë të vemi te finalja me pikë, pse jo ne përpara, dhe të lozim një final të bukur me Vllaznin dhe ta fitojmë ne.